Që nga orët e mëngjesit, mijëra qytetar kanë mbetur rrugëve të Shkupit në pritje të transportuesve privat në temperatura mbi 34 gradë Celsius. Siç ka mësuar Alsat, transportuesit privat me 105 autobus nuk janë në qarkullim nga dita e djeshme, për shkak të mungesës së mjeteve financiare për të siguruar lëndën ndjekëse për qarkullim. Alsat mëson se qyteti i Shkupit tashmë ka miratuar një pagesë prej 40 milion denar për transportuesit privat, por të njëjtat janë bllokuar në ndërmarrjen qarkulluese publike. Alsat qëndroi për disa minuta para zyrave të NQP-s derisa u larguam me urdhër të drejtorit të NQP-s, me arsyetimin se gjoja ishte i zënë dhe nuk ishte interes për t'u prononcuar për media. Mungesën e transportuesve privat më shumë e pësojnë punonjësit e institucioneve të ndryshme, personat me termine të caktuara shëndetësore, si dhe nxënësit e shkollave të mesme, të cilët nuk mund të arrijnë në orarin e duhur. Колко чекавте? Пола сат. А никогаш се случува поради доснење на автобусите да доснете во училиште? Да. Планирате, знаете во толку часот има, го нема во всушност. Тоа е што да правиме, ние не сме моќни ништо, тука други треба да си преземат чекори. Бога ми, ја ги чекам. Песка. Много чекам. Колко време? Едно 30-50 минута. Кој број го чекате? Било кој приватен, било кој дојде. Да може да се иде до државна болница. Имавте нешто закажено за преглед? Па и имаме закажано. Јас сум и болен сега, не гледам воопште. Аз не ме гледам. Оперисани се ми очите, ама не се добро оперисани. Disa nga qytetarët madje detyrohen të paguajnë shuma të larta për shërbimet e taksive për të mbërritur në destinacionin e caktuar. Случува некојаш и со такси, како решение? Па и сум доаѓала, искрено, навечер. Навечер знаат и автобуси да не застанават. Ке прошиша поред тебе како да не те ни гледа. Обичното период 9:30, 10. Последниве се брза да се исклучат. Колку најмногу сте платили такси? Па од Идризово до тука 550. Тоа е многу. Па многу е. По пола сат, виш. Кој автобус го чекате? Сите приватни не одат. Да, секој ден касниме на работа, од работа. Се случува некојаш и такси, можеби да плаќате за да... Пари има за такси, нема пари за такси. Disa nga transportuesit privat kanë konfirmuar për Alsat se nuk do t'jenë në qarkullim derisa nuk sigurojnë këto mjete, pasi sipas tyre nuk kanë më mundësi të gjitha këto shpenzimet i përballojnë nga xhepi i tyre.